Gënjeshtar me pagesë. I vetmi njeri që do mbajsh mend në kuvendin e Shqipërisë që erdhe si një mbajtës çante i një deputeti tjetër, je ti. Tani më thon kolegët që të nxjerr mesazhet të tua dhe të familjarëve tu. E di mirë ti, mbyllë gojën. Tani gënjeve këtu, zonja kryetare, është një zhurmus. Do merrni masa ju? Zoti Kapri, lutem, ju të rreq vëmendjen. Zoti Kapri, ju të rreq vëmendjen, ju lutem, Zoti Kapri, qetësohuni kur folët ju. Kur folët ju, Zoti Kapri, nuk ndërhyri njëri. Ju lutem, Zoti Kapri, ju të rreq vëmendjen edhe një herë po ju them. Ju lutem qetësohuni. Kur flitni, mbani përgjegjësi dhe për ato që thoni. Kështu që ju lutem mos reagoni në këtë mënyrë. Po. Ju lutem qetësohuni. Vazhdoni Zoti Balla. Nxehja është provë e së vërtetës. Kur nxehesh, tregon që e ke mizën nën kësul. Dhe miza lëviz edhe të shkakton çorientim mendor. Zotri, ti je një gënjeshtar me pagesë. Erdhe këtu, bëre përsëri të njëjtën gabim dhe u kape përsëri me presh në dorë. Ju referove ligjit për tokën bujqësore. Sikurse edhe ligji për censin e bujqësisë është një ligj që është pjesë e detyrimeve të Shqipërisë në kuadër të marrëveshjes për anëtarësimin në Bashkinë Evropiane. Erdhe këtu dhe the që ligji për tokën bujqësore është me porosi dhe po e bën Taulanti me porosi, ndërkohë që Taulanti Bika pas ka korruptuar Bashkimin Evropian, Komisionin Evropian, një kapitull të marrëveshjes për anëtarësimin. Prandaj, gënjeshtrat i kanë këmbë të shkurtra, mban në dorë një letër bakalli që nuk thot asgjë, vjen këtu dhe vazhdon të mbrosh interesat e familjes Agron Shehajt, nga i cili paguhesh, dhe duhet ta dish që Agron Shehaj, së bashku me familjarë të tjerë, të tij, përfshirë dhe njërin që e ka pasur dhe drejtor të kadastrës së Vlorës, janë ndër personat më të përfshirë në hajdutrin dhe në masakrat e pronave në Vlorë. Arsyeja pse padronin tënd, tutorin tënd, politik, nuk e votoi në Vlorë është pikërisht se një ballist si puna e tij dhe puna jote kanë grabitur pronat. Ndërkohë ligji për tokën bujqësore nuk ka lidhje fare. Nëse do të hysh në Bashkimin Evropian, thot Bashkimi Evropian, duhet parafrosh legjislacionin tënd me legjislacionin tim, thot BE-ja, me atë që quhet aki komuniter. Jo hakiu nga komune Terrës. Që ta kuptosh, jo hakiu nga komuna Terrës. Por aki komuniter është legjislacioni BE-s. Mbaje lart atë. Mbaje, sepse të duhet për rrillin e radhës. Ndërkohë që, po të shpjegoj, në këtë legjislacionin evropian, thuhet qartë që jemi të detyruar dhe ne, Shqipëria që e kishim në ligj, pa mundësimin e shitjes së tokës bujqësore, duhet që ta afrosh atë me legjislacionin e BE-s. Kështu e ka Italia, ku Agroni Gonja ka bler tokë, ka bler vilën, ka bler dhe tokën, se po e shifsha në Google Earth tani tokën e Gonës, mirë, e çdo qeshi gjithë Shqipëria. Dakord.
Dakor, të ecë çdo qeshi. Kur të dalin ato shkreta. Patjetër. Kështu gabim ka. Ore, gabime kam unë, po njërin e çova, atë gjyshën e babajnë e gonës. Kur çova babajnë e gonës, gonën nuk e kam asgjë, e kam pesha pupull. Kështu që do presish. Sepse në Itali, gonja shkon dhe blet e tokën, edhe vilën, edhe tokën. Ne duam të hymë bëhe, do blesh edhe vilën, edhe tokën. Bëhe ato duhet a shesish edhe tokën. Nuk. Dhe këtu pastaj qërcohet që ti e një gënjeshtar. Sepse vjen këtu, abuzon, mendon që ata që në ndjekin janë mish për top, ata që në ndjekin nuk kuptojnë shumë mirë ata, dhe din fare mirë që edhe ajo që mbanti, në fare, është një investim, unë nuk di fare. Thjesht e vetëm ajo çfarë është raportuar diskutimi në media, vjen një investitor të blej një tokë. Dhe ajo që ne duhet i garantojmë, po jam duke pritur Saliun, që ta dish, jo ty, se me ty, po jam duke pritur Saliun, mezi po pres të vi Saliu, se kam një dokument aty orti, që këtë Saliun do ta qeshi gjithë Shqipëria jo për 30 vjetë, po për 60 vjetë të ardhshme. Kam një dokument aty që Saliu ka firmosur me firmën e vetë zhvillimin e gjithë zonës Vërnecit. Master plani. Por, jam duke pritur kur të vi, rrezik s'vjen më, kujdje, punë e ti. Prandaj, zonja kryetare, nderuar kolegë, këto ligje që diskutojmë dhe votojmë, janë pjesë e një pakete të rëndësishme për afrimin e legjislacionit, nuk kanë bëjnë as pak fare me pretendime që ngrej një deputet i cili flet pa u menduar, akuza të pabaza, ke akuza zotëri, që ke akuza të lutem, ke akuza që ky ligj erdhe the këtu, që ky ligj po bëhet me porosi. The këtu apo jo? Mirë, dakord. Shko bëj kallëzim penal në SPAK. Shko bëje. Shko bëje. Shko thuaj, shko sot, mos ka mjafton kaq. Mjafton këto deklarime, kemi ngritur një institucion, shko atje dhe thuaj, po bëj. Por ti gënjen, dhe gënjeshtarët, si puna jote, e kanë pasur jetë gjatësinë e shkurtër politike dhe parlamentare. Dhe me qenë se pas me ka fjallën një neomarksist i ekstremit majt, por që vetëm lidhje me parimet e neomarksizmit dhe të majtës nuk ka, sot Departamenti Amerikan i Shtetit, sekretari Rubio, organizon një konferencë ndërkombëtare pikërisht për dhunën që vjen nga ekstremi majt. Dhe këtu pastaj është ajo pjesa më qesharake kur një ballist bashkohet me një ekstremist majt dhe merr dhe guximin, ti drejtohet deputetëve dhe thotë, do t'ju rrethojmë. Po ç'a të rrethosh ti më? Dëgjoj, unë me tipas i ti, do t'a thojash pja po s'pale rregullore etika e kuvendit. Se do të ta thoja se për çfarë mund të më vyesh ti në jetë, në pjesë të caktuara të ditës pasi ke konsumuar një ushqim të shijshëm. Por se them dot se s'ma le rregulloria. Faleminderit.